Lidhja e Kuranit me artin. Shprehjet dhe format artistike janë ndër mjetet më shprehse, më ndikuese dhe më depërtuese në përcjelljen e përhapjen e një mesazhi. Në fakt, arti është formë shprehëse dhe përcjellëse, e cila në krahasim me teknikat dhe mënyrat e tjera është më depërtuese, më saktë, më bindëse dhe më e qëndrueshme. Nëse gjuha e shkencës e shpreh realitetin në mënyrë të drejtë për drejtë, gjuha e artit ka aftësinë e shprehjes të së vërtetës në mënyrë indirekte. Gjuha e artit, për të shprehur realitetin, mbështetet fort pas elementeve fantastik dhe imagjinar. Për shembull, nganjëherë për të shprehur rëndësinë e kryerjes së bamirësisë në rrugën e Zotit, themi: çdo kush për kënaqësinë e Zotit, le të fal mallin e pasurinë e tij, e për këtë, kjo do të shpërblehet shumë më tepër. Kjo fjali është një e vërtetë apo një fjali e zakonshme? Po ta shohim këtë koncept të dhënë në ajetin 261 të surës Bekare, do të vëmë re se Kurani fisnik këtë koncept e ka shprehur në një formë artistike, në të cilën pasqyrohet një lidhje e re mes dhurimit dhe kokrave të grurit. Shembulli i pasurisë, sa atyre që e japin në rrugën e Zotit, është si një kokre që mbin 7 kallin gruri. Prandaj, Kurani i Madhërisëm, për t'i dhënë kuptim sa më të thellë dhe për ta përforcuar konceptin dhe qëllimin që ka në mendjen e lexuesit, përdor një metodë artistike. Në një vështrim të përgjithshëm, mund të thuhet, megjithse në Kuranin fisnik, në ajetet e tij nuk është folur haptazi për artin dhe vlerën e tij. Ftesa e Kuranit dhe e Islamit është për gjëra të cilat janë në natyrën e njerëzit, si prirja drejt së bukurës dhe përdorimi i metodave të ndryshme artistike për të tërhequr sa më shumë drejt vetes natyrën e njeriut. Padyshim që Kurani fisnik duhet vështruar edhe si një bukuri artistike plot vlera. Si shembull, këtu mund të sjellin disa ajete të cilat kanë përmbajtje artistike. A. Ai është ai që e përsosi krijimin e çdo sendi. B. Ai ju formoi, e formën tuaj e bëri më të mirë dhe ju pajisi me të mira. C. I lartë është Zoti, më i miri krijues. D. Thuaj, kush i ndaloi bukuritë dhe ushqimet e mira që Zoti i krijoi për robët e vet? E. O bijtë e Ademit, vishuni bukur për çdo namaz. Ajetet e mësipërme janë të gjithë tregues, të cilët flasin atë që Zoti i lartë, për çdo lloj dukurie, na njofton për bukurinë dhe estetikën që gjendet në të. Aty flitet për bukurinë, harmoninë, ndjeshmërinë, mirësinë dhe fytyrat e bukura të krijesave të tij në të gjithë botën. Pra, edhe ne duhet që të marrim mësim nga mjeshtri ynë i madh, i cili çdo gjë e ka krijuar në formë të bukur e të përpikt.